Si do të bëjë punën? A nuk do ishte më mirë sikur Shqipërinë ta komandonte një femër dhe jo një mashkull siç është Edi Rama? Po nga që ti po thua që nuk jam dakord. Pse? Mashtrohet femra. Mashtrohet femra. Joshet kollaj. Mashtrohet. Shika. Ndoshta po foli gabim apo mashtrohet. Ja, i kemi femra ata që u mashtrohet. U mashtrohet, po kanë me shemë edhe politikën me mashtrimin. Po kush e drejton sot? Kush e drejton sot Shqipëri? Po, Shqipëri. Rama, Balluku apo Spiro Pali? E drejton Vučići. Kush? Vučići, ai të buk. Vučići? Po, edhe qumsht. Ai e drejton. Jo Rama, as Balluku. Ku shihni këtë mëse e kam gjuar disa herë. Po unë e dua se unë kam qenë në Hoxha. Pse është vërtet që ne na drejton ato? Miladin Popovići ka qenë sekretari i Partisë Komiteti Qendror. Dušan Mogoshi ka qenë në Komitetin Qendror. A e kupton? Ndër Hoxha vesh marrë parë, çka? Do vesh marrën parë, drejton ai, ai të buk edhe qumsht. As drejton. Që ti i ri. Është vërtet kjo? Vučića ka qenë çështje industriale, a e di? Po. A ka qenë çështje? Po. Ka pa edhe kombinate tekstile. Kusa? Kam qenë vjetë. Kush i prishi këto? Po thëjë. Politik. Po, se u lidh me Vučićin, i thotë unë. Pse dhe sot e komandojnë akoma ata, a? Me forcën më të madhe. Do vesh marrën rrogën të Shqipëria. Sa tradhtar pra sa pas Shqipëria më. Po kështu ka qenë i parë, amanetet shkruajnë ti do t'ja lësh, baba ta kalon një amanet tuaj. Kur kanë qenë tradhtar, kur ka qenë tradhtar të parë në Shqipëri? Ka qenë sigur. Që në kohën e Skënderbeu ka pas? Nuk e kam studiuar në atëherë, po thotë se ka pas grupe të uja çdo shtet, çdo parti. Agjentura të uja. Agjentura ka pas. Po në kohën e Zogut ka pas? Ka kanë më i fort Zogi, se kanë lidh me anglisht. Edhe kanë ekonomist, edhe akademist. Shumë të derama. Ku ka ekonomist? Është piktor. Me drejtë Shqipëri, piktor. Akademisti, agronomi. Po i po drejton për shkoj gati kokë me Ver Hoxhën. A drejton unë me kap në shkap gome. E nuk e drejtoj. Po i thotë ndo populli thotë ai. Jo, çfarë? A që ti shkap gome se nuk me ti to është ai folë që kur thua shte, jo që kur të thamu. Ja, diktatura. Është diktaturë, jemi diktaturë sot? Diktaturë, 10% me Enver Hoxha. Ma kesin e kohën e Enver Hoxhës? Ma kesh, shumë ma kesh. Shumë ma kesin kohën e Enver Hoxhës? Nuk e më me nuk o të zonë. Por se më duke si për hymë hak ti Edi Ramës, a ka i gjotë mirë kë? Allah, kër e shafe dalë e televizorit. Se di, nështë ta mund të ketë për tjerë, për mund. Se po t'ishtë akademist, edhe ekonomist, do t'i pshet dorë. Po mi më i thotë, qësë kemi botë, dhe i numro, po si ma e mënë. Qa ka bo, më rëbo. Po ti arrik të qytet, e i vene erë mërë qytetit, që me konë hale. Po qa ka bo, më rëbo, qa ka bo, asistens ka bo, hesh. Pse ma, aje ka fajnë që... Ajo kretarër ti, kërministër. Që mune ti, ajo kërministër, që ka fajnë? Ndaj kemi fajnë? Ajo ka fajnë. Që kemi fajnë? Na imi punëtorë, na imi. Po kush du ta marri, si pas ti nga këto emrat që janë vërdallë? A i si e din me e marë. Po kush? Ja. Po s'ke akademist, edhe ekonomist, nuk e drata. Sala? Nuk e drata. Po Sala? Nuk e... Sala, jo, e kam bëllë dhe? Nuk e dalloj unë atë punë. Je partjak, nuk je... Ti nuk je lidhë me këto partit, me këto? Ja, shumë partjak, nuk jam. Nuk je lidhë? Unë e kam pas babën me Zogun, dhe me djeta. Me Zogun, në? Po kohë e Zogut, ka qenë më mirë për Shqipërinë? Më mirë ka qenë. Më mirë, a? Në gjitha pushteta, ka qenë pushteti Zogut? Më qenë, më mirë. Më mirë, a? Më mirë. Unë nuk e bëj men, po kam pas njerëz si kam shikuar. Ai tip të në kofi marrë shëgullet, edhe di që i lirisht bëhë, e sheti qaja. Jo me dallavere. Ka pas vlerë për shaportë shqiptare? Po se da dallavere, më të merë lek ti dhe shkan jashta. Po që na, ti s'ki lek me Gran Buk, jo me të marrë lek me shkoj jashta. Kile boj me dalë me punu, e i lirë, ti është i lirë, ajo. Kesh liri veprimi. Tani, ne jemi breziri, ju jeni mosh tjetër, jeni më i pjekur, se sa ne edhe dini shumë gjëra më shumë. Si është jeni të nesër me Shqipëri? A do bëhet, thu? Perspektiva është shumë e vogël. Është e vogël. Me këto politikan. Po me brezat e ri, me këto, jo vetëm politikan, po me brezat e ri, me prujet e reja, me sistemet që ka. Kënë marrua ekonomikën jashta, kënë akademista, kënë njerëz politikës, ta drejtoj Shqipëri. Shqipëria e vogël, po ka pasurit madhe. Ka,